Po nuk gjujnë ta valla këta. Po fitova gjujnë. Do luajm tek e tek, që se kush për vete. Që sot ma ba me hirje sot ky. Jo, ashtu le të zgjedhë ai të bëhet me këtë doj. Le të bëhet me mua po deshi. Unë pore, aq më keq. Mund të bëhesh edhe me mua. Me ty bëhem. Hajde, hapi me loj, vazhdim. Unë I gjy balen. Po, shumë mirë, edhe unë një gjoj balen. Quna tani futën I mloj gjithë kjo. Do me thot tek e ty. Tek e tek, po çfarë do të thosh? Tek e tek, gjithë se kush për vete. Gjithse kush për vete, ha? Unë po dole e fonit I gjuj o balen ose I makinë 3000 pishe. Po, ose I balen ose I motor. Po dale pak, me qa do ta bëjmë mirë. Prit të gjej A një. ke do lapa aty? Ore la që janë, gjoj sekond gjë. Se tek e bejmë, ne po tek e tek mund dal unë I fundit, mund dal lështi, mund dal I babalja. Për të dali pari, mund të dal unë, mund dal lështi, mund dal I ky. Le të bëhet me mujë lojta, tani, valla, le të bëhet me mujë lojta, tani loj ky, se po ftohet si loj varikari, e kupton. Po mirë le të bëhet. Okej, hajde le të bën. Çuna futën I këtë loj kjo. Po humë on 3000 pikë çu tek makinë që ngjet nojë. Pronar, një lojë me mua. Jere mirë. Dënimi. Je po mirë dale pak me qa do ta bëjmë se s'po kuptojmë me qa ta bëjmë. Po fitova une, do jap dënim me 5 bluze. Me 15 bluzë, dakord e bënej. 15. 5. 15 tare se sot gjua 15. 15 bluzëre. 15 bluze, okej. Po ju tjerë, po fitova unë? Unë do të gjuaj edhe unë një makinë 3000 pikëshe edhe Laçani një makinë 3000 pikëshe. Je me mua dhe, o shok. Ti je me babale. Haj. Je dakord e peshkaqan. Tani futën I mloj ju, po dakord jam. Tani ju që ishit këtu, tani futën I mloj. Hajde. E një ju të babalës futën I mloj këtë. Hajde, loj, vazhdim. Ani këtë me 15 bluza duhet ta bëja jure. Je o popo, mos e prish program. Të gjithë like çuna goca, sa më shumë like, sa më shumë like. O Sildi, nuk kemi nevojë ta ndajmë këtë. Po pritë lashë e zhumë he trashë breze. Sa më shumë like. Tek goditja për 3. Bravo, Për 3 o çuna. Tek goditja duhet I shifsha, noni 3 duhet të Po bëj. emigran. Për 3 o çuna, futuni pak në lojën e një tani. Sa rrini kodën. O klaj, o çuna, futuni pak për 3. Hajde, o çuna bura Për 3. Shkëmë dhe një tjetër. Toni, Për 3. Daniela. Shkiku. O pronar mos. Po keni marrë dorez, 524 emigrant, Eliana keni marrë dorez, 3. S'kam nerva të kokë tani, o vlla. Okej, jo, s'ka problem. Ton djali. Unë e bëj, po s'keni... Ore çfarë do bësh sa fitove, o shoku? Jore, nuk e kam aty, ore. Po Ke fituar. Po jam në topi 1000 pikë se kishim shkruaj 25.000 pikë. Mos shiko komentet, jo vllai, ai që ka komentuar është adres fallse. Po lodë kur të komentoni kështu. Gjithë orë para dëgjoj që shto pikë se nuk I kap se unë një vlojnë e TikTok-ut tërbut. Më falni një sekond, o çuna. Edhe ju që komentoni kështu, edhe po I gjuti vetes o vlla. Lë ti gjuj vetes, nuk ka problem. Ai ka para. Ore pronar, gjë mu këtu, pronar. Mos shikoj njerëz, mos na bësi klevisit tash. Mos shikoj njerëz se çfarë thon. Jo ti gjuj vetes, po se tu jep një shpjegim. O pronar. O enigma. Jo ti gjuj vetes, po bëj çfarë do I ka lekë vetë apo. O brazer. Edhe po I gjuj Po them Po nik legjes. Po ti vetë profesori do ishte me 5 Brazer, juj. Ore pronar, atë të lozim se me klevisim prandaj jemi mërzitur o shok. Ore po jap këtyre shpjegime, o profesor O pronar, mos u mërzit kur isha unë kundra babales ju thash çunave mos gjuni. Ju thash mos gjuni, se me avion herë trash kisha shku 15.000 pikën. Unë ju thash mos gjuni, kurse ato s'digjon çka kanë bën, ato gjujten me na mujt ne. Ama të mirë gjujten po. Kështu që kena përgjujt ke makinë. Komentusat këtuja, nuk po flas për juve. I thash komentusave që edhe po të gjuj, sikur t'i gjuj vetes, ai ka para, unë s'kam, në t'i gjuj, Allah. Po pranove dënimin e pranove. Kena ka makinë borx, hapim lojën tjetër.
Pa lojë o shok. A me çaj kemi këtë lojë? Me të njëjtin dënim. Po huma gjy 2 makina. Po humbe ti 2 makina. Ti profesor? Një ka Ore marrë. me të njëjtin dënim. Valla, ore. një ta ka borxh, 2 makina, një ta ka borxh. Valla, unë do bëj gjithë ato dënim me makinë, thonë. Po, Jo, bëni, jo, shumë. juve Ju trosh shumë situacioni, valla, unë, valla, loja do të bëhet e pastër shok. Si kena izi na unë, s'ka lidhje shok. Bravo, Jetë të nuk lek, ka- çfarë nuk lidhje ka ka me plek. futboll, se- Ai po bën dënime të zot, në çat, ne kemi ta karin, E me shikoj ta. që më shikon Zoti mua. E shikoni që më shikon Zoti lart mua. E shikoni, u zon me njëri tjetrin dhe doli. Ja më Are, hallau. pronar, nuk shikon Zoti i lart ty, po këta më pyetën mu të gjujmë, unë i thash bëni lojën tamam. Jo, a e pe që doli komenti. Ore lare e doli peti se komenti. po doja unë sfitoja ti, o shok. Ore, qa po të thema pra? Po dalin gjërat ato që thash unë çfarë. Ti falemderit, nuk e kam për të, po nuk Okej, bëhen do të treni. të ti, valla, dakor, do të të ti. Ka të drejt, ka të drejt. Klevis ke drejt. Me ja Klevis ke drejtë. Po ju punisi të tre bashkë, pse se bëm tek e tekë bu? Ashtu unë normal, unë do ta bëja dënimin. Ore zoti Klevis ke të Po valla, drejt. dish ma beti unë shoku im ezi me drejt gjithmonë shok. Edhe për jashtë nuk kam që kam me drejt, nuk du të ezi me të futme, e kupton? Tani, ti kur ezi me të futme unë, kur e shoh që ti ma ke me të futme, ty ta fus edhe unë, s'm kam budalla, e kupton? Po kur ti bën dënimin tamam, je sakt, pse do më ta fut? Unë i bëj, nënë e motë dënimet unë i bëj. Por ke drejt. Ola qam, falemderit e zë më vaj, trujt Zoti. Nuk ka lidhje, ne po bëjmë lojë, por a fitove dietë, a ti gjytë më avion ato, po? Do me thënë hodhi 6.000 pikë, po, 6.000 pikë fix. O, profesor, Përshëndetje Xhaxhi Gzim. po qyshin ja, përshëndetje. Mirë, qysh duke si ka Ani profe, më ke dhe, po, Çaj ke çuar ta mbrapa? mos e vrim, o, Laçan. Falemderit e zë më vaj. Tani, Sova një, profesor, edhe ti më ke, mos e Laçan i hodhi, vetëm ti më ke tani mua. Unë ja kam pa balës. Që ke papani? si kalon? Makinat. Po Xhaxhi Gzim, shkemi, qysh duke si je? Po Jo, qyshin ja, dyja pronarit, dyja Ti e ke pronarit. shëndetin. po qa bën ku bën, lodha mërzitës. Hajde kalojmë. Qa bën, ti si je ti? Po mirë, ja, pas su, u pas që ishi su, pa fotur në lojë, thashtu dale ti takoj mirë të flasë për gjithë. Jo, shumë mirë bere. Sa thoni? Mirë. Ti qysh dukesh? A e bere operacionin? Po, e bera. Po qa be tani, si... Jo, re vla, po ima ki profesori një una. Ja, një sekonde, pronar. Kam pak dhimbjet më të ullura, kështu, ndihem pak më mirë nga këto dhimbjet, nga këto problemet. Po këshu për të ecur, qa thanë në gjë, po? Ja, ma, as të hapen e në garanci kështu, 100% ata po thot, bëj Po, çana, fizioterapi, që po i thot Xhaxhi është xhaim ky. bëj fizioterapi, thonë ata, dhe pastaj ajo mund të të ndihmoj diçka. Po jo sa që ka bë pa. Do fizioterapi. Do fizioterapi tani, e? Po, Po bën fizioterapi, qa po bën? jo, më thanë ma kujdes, mos u nxito për fizioterapit, kalonja 4 deri në 6 javë pas operacionit dhe pastaj jepi se nuk e me që derë, se s'dihet që në bëna me na operacion. E kuptoj. Po të kanë vënë ai pajisje ty, si ishte kjo? Pajisje, këto janë pajisje stimulimi nevras. E kuptoj. E si qoj ai, Se ti e bën. Ervini. Po me Ervini ke folur, si ka ecur Ervini? Po ndihen më mirë, thot po. Nuk e se ka në një tash, ndihen më mirë. Po inshallah Po, besh mirë edhe ai edhe ti edhe inshallah bëni mirë edhe mbase unë ndihmoj fizioterapia edhe mbase do kohë. po do kohë, thonë ata, do kohë. Koha, do me thënë edhe ati cunit e Rajnit, që ka një vjetë që zbero pirima i, edhe Po i zot, po. ka 3 Mirë, të paktën tani që u bet operacion keni atë shpresën që mund të bëheni më mirë dhe mund të ecni, të merreni me fizioterapin. Është diçka që ju mban Po jo, me shpresë, a kupton se Po, në ndimon. pa u bërë operacion
Por Elias po t'je nga mezi, ky është i paralizuar, nuk i dha mezi, është i paralizuar. Faleminderit Enigma Ro. Po është në spital tani babale. Jo, dola, jam në shtëpi tash. Të Faleminderit. shkuara o Xhaxhi. Faleminderit. Inshallah shërim sa më të shpejt. Hajde çon kam bëjmë lëmë dënime shok, mos e kotë. Faleminderit. Po pse jo? Pse jo? Hajde. Hajde do mësoj unë, do has peckat helmëra. Morë vesh. Okej. Do qeth kokën. Ka nga pella. Ore, do qeth kokën kështu kryq, si këto. Ore keshi. Do ruaj gjysmën e faqes, gjysmën dalë pa ruar. Po mos e ruaj fare. Është zaj dukesh. Rëndësi ka luan. Ore, rëndësi ka luan në fundër, po pse ai klevizje budallaqi me ashtu, e ja hidhni ju, Ore, mere mos ashtu me klevizin, do ju shetin as për një me klevizin, bol kemi hyre ne, amanër. Jo, klevizje është mbretja, është mizgjuar në atër ju, rrëre. Ti na i futet. Ne jemi budallënj. Ki hidhin luana? Po qaj e, mizgjuar, e të lumë. Çeli budallënj? Në rregull, mora vesh kleviz. Në live me ne si e mo. Ne jemi Jo, kleviz. Ne që kemi budallënj me ty? Kleviz, je mbreti. Klevizin e pas ka me të ngecur. Po. Ne ka vështë pelën se ikun nga dusku i thej. Po kesh. Izeta vgulli të egzimit ka me pelën se ikun nga dusku. Na bëni pak like o dhe. Amana ku na vali, ja, do t'u jap keme si klevisi kur fut kokën atë në lavatricit. Po tani ndjeshmëri e kështu, Xhaxhim, kur të thanë që do ndjesh e kështu? Shko, nuk e se ndjen në ndjeshmëri, ka ullu ca dhimbjet më poshtë ajo të ndjesh më mirë. Nuk e di tash, inshallah, kështu ato që thonë ata u bësh realitet. Po kokë çorron. Po sa shkon, si e parashikojnë ata? Sa kohë? Profesor, ajo që ka që bëjnë këta vllazë për të ulur dhimbjet, që këta kanë nuk është për të bërë. Ata thonë 6 muaj deri në nuk është për të ngritur kanë. Një më çopin kanë, më vonë. Do me thënë, kjo pajisje ka ngritur shumë pak në kem me sa kemi studiuar neve. Sepse këta turqisht o klevis. Po për çfarë bëjnë operacionin tani babalisht, ta kuptoj? Po valla, për të ulur dhimbjet, për të ardhur ndjeshmëria. Po pse kanë edhe dhimbje këta? Ato aq dhimbje sa. Jo gjithë kanë, po këta ka dhimbje. Pa njëri të mor pa dhimbje atje, ç'a thua o profesor? E di ç'a më tha mua ai profesori kur pa atë atje atë ai. Ore, kur e pa atë, mos e trego kështu me gishti kur pa atë, lviz kështu ti se. Na vete mendja ne çat pa, kur pa atë, po i thirrë lviz kështu. Kur pa atë, Xhaxhi po, ç'a tha kur pa? Ja ta shpjegoj, ta shpjegoj. Nuk e di. Kur pa diskun se s'po një disk neve që pa filmin e diskun. Tha mua, ti që ke këto dhimbje kaq të forta, tha, ke prish këtu ku është shkëputur, ajo tha, aty është paketa e dhimbjeve, tha. Si ta shpjegoj, tha, është paketa që ndjen dhimbje, tha. Ti aty je dëmtuar, tha, prandaj ke shumë dhimbje. Për shembull, ai nuk kishte fare dhimbje ky Ervin. Ervin s'kishte dhimbje hiç. Ai është dëmtuar pak më poshtë, duhet dhe s'ka dhimbje hiç. Dërsa unë i kam dhimbje të kulmit, na njerëz pusja muhabetin se nuk më lidhje dhimbje ta vazhdoj. Këto e kanë ulur maksimum. Dhe kjo si pajisje është prodhuar në Amerikë dhe është licencuar për uljen e dhimbjeve. Ka dhe i 5% shans. Dësa këta që e kishin 77 nga Kosova, ta e thoshin 80% ta. Edhe me beni këte namin e math, edhe ne gëzuam të shkretën që gëzonin prapa, edhe u bem me kraflu të ruam, e kur vajtëm pasaj që doli ftosh ajo, edhe pyetëm jo një spital, 10 spitale. Të 10 spitale thoshi kështu, si s'po themun tashi. Kjo, ne të siguroj për ule e dhimbjes, dhe Zoti inshallah të dhënë na i ndihmë sepse ka dhe 1% nga këto, po jo kaq sa thua ti. Se kur i thosha unë kështu, ata shikojnë një tjetër sytë qesin kështu me një tjetër, që domethënë kush u ka thënë kështu.
Kështu ishte kjo loja e Kosovës. E kuptoj. Edhe operacioni që thuat ju, ja paguajti Semi lekët. Semi na ndihmoi shumë sepse na pagoi gjithë operacionin atë 22.500 euro. Ish mirë për zotin, çfarë bën ti? Ato që unë lodhë, tash këte bëjmë në fizioterapi këtu në Tiranë, se unë s'vedhe do të me në Turqi, nuk e se e kam të kollaj. Vetëm për të futur në avion, mua ata sa vojtën atje se si shkollaj. Unë e kisha vendin atje në vend 3-4, ato ishin të zena, e këshim mbushën me njerës atë, pas e s'fut që ato atje në midis. Do me thënë, nuk ishe letë edhe ajo. Ata kise që vini si unë, po jo fare këshu në formën time. Ishin më letë. Vajta dhe 10 ditë atje, 5 ditë dhe në spital që bërë operacionin, për pas 5 ditë që sta nikë të si se je mirë, nuk të mbaj me. Një i dhash unë, avionit Tiranë. Po kjo për të ndihmuar të ndihmon që mund të japi stimul për të ecur? Po, atë e thoshtë në të avaret nga robi, nuk e se mund dhe unë të... Po e që paralizuar, Do me thënë, nuk kishte spital në Turqi të jepte garanci për këtë punë, asë një. Vetëm këta që ne dhe gjem, këta 77.000 euro, këta punë, këta e kështë bera shumë këta dhe benin... E kuptoj. Shërim të shpejt, o gja, shërim të shpejt. Ros, faleminderit. Mos të rënd halli, po. Ndihmo po jo 100% si shta në fillim. E kuptoj Ervin, e kuptoj. Ore Ervin, tani njeriu edhe sikur 1% jetë mundësia për të ecur, po të besh operacion. Prap, njeriu duhet ta provojë, ore, sepse një jetë ka, nuk ka 100. Mos e vi zonën ta bëj fitapim bravo. Për ishte shit për operacioni. Shiko tash, ta çunat, të gjithë ta çunat, faleminderit valla. Po doku. Faleminderit. Të gjithë ta çunat janë bërë operim atje, tek ai spital. Ata ja u kam mbushur mendje që kjo është kështu. Dhe ajo inshallah qoftë tashuare, kjo fjala ime mos qoftë e vërtet për ata atje. Sepse ata thonë që neve kemi ngritur njerëz në kem. Dhe inshallah u ngriqin ata e unë e të gjithë ne. Sepse edhe unë se s'dua ta pranoj që s'të ngre. Por do bëj fizioterapi, inshallah ndihmon. Për të ngritur, se stimulation, mi thonë asa, do me të neurotransmetusesh. E kuptoj. Po inshallah shkon çdo gjë e mirë, të paktën gjysmë të keqes se të ka paksuar dhimbjet dhe nuk e dhimbjet, se ashtu si e tregon ti. Jo, po më ka kthyer njeriu ti, profesor, më ka kthyer njeriu se dal për jashtë, unë në këto të ftohta në përshije, në kështu s'dila dot, mos kisha guxim. Se do më zgjidhen ai krizë fort. Do ulëria atje do shtrëngoja dhe më mirë rria këtu brenda, ulëria këtu në shpitime se sa dilja për jashtë. Se aq fort të shkakton të dhimbje. Unë kam pasur dhimbje të mërshme dhe unë nuk e di, unë kam 7 vjet jetoj kështu kaq keq. 7 vjet. Kam shumë pak ditë që gëzoj kështu shëndet të dhimbje të lehta. Gjatë këtyre 7 vjet. Bile unë këtë e kam dëgjuar gjithë shpejt që ka pasur një aparat për të çuar për ulje dhimbjes. E çova çunin, i thash ika dy te Haxhi Badeni, vajti llafosi me ta, i dha një lloj kokre ata, ta pi 2 herë, se mas e ul ca dhimbje. Se e ditëm atë që donte ca lek që ne si kishim. Edhe pia ato kokra ato, pia dhe një paracetamol në ditë dhe shtyja me ato, shtyja që të bëjmë. Mirë po, kjo tashi, kjo që nxitje nga këta, se thanë në ngrihesh kem, edhe thashun hajse ma se kam avancim, se për shkenca po ecëm. Por ne, kur pyetëm në këtë drejtimin tjetër, në këtej, se na tha një shok që jo, janë bërë në spital, në një spital turk operim, edhe pyet atje dhe se do jetë më poshtë, nuk do jetë kaq lart çmimi.
Neve e pyetëm atë, e pyetëm për aparatet, tha ai, kjo sëmundje që ke ti, tha ai, do vetëm fizioterapi, asnjë lloj gjë tjetër. Na ktheu përgjigje, ishte Bero Perimaj Boti, pronarin e atij spitali Exmar këtu në Tiranë dhe ex-shetitu të Tiranës, sepse ai shef policie këtu në Tiranë dhe ishi ngritur. Edhe e kish mik shtëpie, edhe na tha, ore, nuk ka aparat për të ngritur në kem, nuk ekziston. Kështu që ti bëj fizioterapi dhe me këtë je në rregull. Nuk e mori për sipër ai. Edhe kështu që po të kishte thënë për të ulur dhimbjet dhe ai po më do na kishte dhënë një çmim, do na kishte dhënë diçka po si tha fare në atje. Dhe pasaj, kur vendosëm që do të çojmë, tanë djo, se spitali ishte me një emër me atë që u bërë vini, po ishte me vend tjetër. Ishte i njëjti, si thosh amerikanë 1, 2, 3 që kemi këtu në Tiranë. Po. Ashtu ishte ajo, çka kishte emrin sa harrova unë. Edhe pa njëri tjetrin sytë të thamë ne po kështu ka thënë ai ore. Çelik çka kishte ai. Hasan Çeliku. Hasan Çeliku. Jo, se ekziston, e po një kabën e se ekziston. Kështu që 5% që po e thoshin që ka rast. 5%, po jo kështu të vish ti se do të çoj unë këtë, ti do ngrihesh skem. Këtë hiqe na mendja e kësaj llafit. Po jo me thënë të drejtën na falni për ignorancën e për kështu, po unë mendova se bëshit operacion 5-6 muaj apo një vit edhe pastaj ngriheshit. Ashtu edhe unë ashtu e qyta si fillim, pse ka të futa unë aty bëra gjithë të zhurmë, unë pasaj kur ra ajo puna e Kosovës, që filloi na tha semi i pyesti privatista ne edhe këtej, pastaj filluam ne pyetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasi pyetëm ne goxha njerëz andaj na thanë të tërë kështu, na thanë për dhimbjet, do vemi, dhe tash unë do vemi se unë isha nisur, nuk prisa me mrap. Edhe vajta bëra operacion dhe erdha. Bilej kam takuar këta çunat, të Rajlin e kam takuar, po edhe me Ervini ka folur. Atyre s'u mbushet mendja dhe kanë të drejtë, sepse u është mbushur mendja top. Edhe unë ju them atyre që qoftë ashtu o çuna, se s'kam ç'bëj unë. Unë e mbusha mendje top që kur u nisa që kjo është kështu si shton këta, se këta janë profesor, doktora, nuk janë kështu doktora, ko si do. Po, Joni. Normale. London boy. Tosca, thank you.